Mirë, kthehemi pjesën e dytë, po flasim për Enverin, por dhe për enverizmin dhe për komunizmin. Ndahen Marin Glen dot apo jo? Po nuk mund të ndahen, padyshim, sepse Enver Hoxha është drejtuesi i shtetit shqiptar, i luftës nacionale shqiptare dhe mbi bazën e këtij legitimiteti dhe i shtetit shqiptar pas luftës. Kështu që ne sot themi që për një institucion, që institucioni merr fytyrën e drejtuesit, themi rëndom mes nesh. Kështu funksionon edhe me shtetin, pra nuk mund t'i ndash, por nga ana tjetër sigurisht nuk mund të thjeshtohet diskutimi i trajtimit të një periudhe kaq të rëndësishme historike të popullit shqiptar vetëm te një person, pra vetëm te Enver Hoxha, sepse duhen parë gjërat më në kompleks. Dhe ne jemi në gjendje ta bëjmë këtë sot. Jemi mësuar me drejt tha profesori që më tepër publicistika, sepse ka qenë tabu. Deri para vitesh emri Enver Hoxhës ishte, pra nuk zihej në gojë, më tepër diskutoi nëpër studio, shkrime aq më pak. Por ama ne sot jemi në gjendje që të bëjmë studime krahasuese, nuk kemi qenë vetëm ne të tillë. Pra ishte fytyra e gjithë lindjes. Dhe unë parimisht si historian jam kundër kur thuhet regjimi me jegër të veçantë, në çdo gjë ne dalim të veçantë. Pra gjithmonë lloj. Ishte me jegër tash. Jo, Erald, nuk mund ta thuash. Stalinizëm nga fillimi i Më le ta mbaroj argumentin, një sekond. 100%. Po dhe demokracinë të egër e ke. Tani do të them unë detaj se po jemi pasojë demokracinë të egër. Erald, do më lësh flas. O Erald, lutem. Po më thuaj një vend që ja ta them unë. Ruajtja e kufirit, me që se do me shembuj. Përderisa dalim, a e di që Shqipëria është i vetmi rast nga vendet lindore ku në rregullorin e ruajtjes së kufirit shkruhet që ushtari e ka ndaluar të hapi zjarr në gjatë arratisës, nëse shikon që po arratisen gra dhe fëmijë, nuk e kanë Gjermani lindore këtë. Kjo nuk e bën Gjermani lindore një vend socialist apo komunist më të butë apo më të fortë. Nuk ka njësi matse kur vjen puna këtu. Gjërat duhet trajtuar. Kur u dënuan krimet e Stalinit në lindje tani këtu Stalin. Tani jam duke të thënë. Të lutem shumë. Tani jam duke të thënë, regjimi në Shqipëri mori padyshim ato tipare që i dha Enver Hoxha, me të drejtë sikurse u tha, që ndoqi atë rrugën e tij për ndërtimin e një shteti socialist, ashtu sikurse e mendonte. Padyshim diktaturë. Nuk jemi në fazën që diskutojmë ishte apo si ishte e tillë. Ne sot jemi në fazën që duhet merremi me studime të thelluara, por po i refuzuam studimet dhe kalojmë gjithmonë në ekstremizëm. Enveri vriste, po të vriste, pse ka vrarë, nuk diskutohet. Por kjo duhet parë tani e gjitha. Dhe kur vjen puna ne kemi arkivat e hapura. Kemi arkivin e sigurimit shtetit, po jemi katandisur tani që kur na pëlqejnë themi e thot sigurimi shtetit dhe Enver Hoxha. Kur s'na pëlqen ha mos e gënjet. Kështu që ne kemi probleme radh parë me veten, me mënyrën si studiojmë, me mënyrën se si ballafaqohemi me të kaluarën, e kemi kthyer në politikë edhe në para, po deshe, trajtimin, mjafton që sot bërtasësh vetëm me emrin antikomunizëm në gojë dhe mbushesh me të gjitha. Ndërkohë që gjërat duhen parë me qetësi, sepse me të drejtë theti i çfarë që nuk e din fëmijët shumë çka që po nuk e din, sepse nuk ulemi dhe diskutojmë seriozisht kaluarën. Nuk ulemi, por e kemi kështu si muhabet tavolinë dhe merremi me gjërat e vogla. Ndërkohë që ka ardhur koha të bëhen studime të thelluara krahasuese me gjithë vendin e lindjes, absolutisht në mendimin tim, tani absolutisht ndoshta e them fort, por unë jam marrë me këtë temë, nuk kemi veçori. Ka patur një fytyrë veçoritë që ndrojnë në mënyrën vend i vogël, të gjithë dalim kushërin, këtu mes net katësh do na dalin në një lidhje, po t'i hym thellë, që e vështirëson dhe si thua trajtimin. Por në thelb, ne duhet merremi me historinë politike në mënyrë shumë gjakftohtë. Ne do të bëj një pyetje, Besoj që gjithë bim dakord që Shqipëria, nga pikpamja, ishte vendi më i izoluar. Nga vendet e temi e vijës kuqe që vuri Jalta. Jemi dakord e këtë pjesë? Në bazë daljes ka traktati prishen me Kinën, sigurisht që... Tani, dhe pyetja është, po mirë, ky izolimi, një e para pse ndodhi? Pse Enveri na izoloi më shumë se Tito izoloi popull që mbante... Se kishte frikë se vinin sovjetikët si në Prag. Apo gjermano-lindorët, apo çekët, apo hungarezët, deri diku dhe rumunët, që le themi rumunët dhe ata kishin për regjimi Ceaușescut e tregoi deri në 10 çfarë regjimi ishte. Pra, pse për shembull izolimi? Okej, varfëria ishim gjithë varfër. Diktatura ishim gjithë diktatura. Ndryshonin tonalitetet. Është një vendim politik. Se për shembull te çështja e izolimit, ndoshta jam unë sensitiv të çështjet e lirive. Po te çështja e izolimit doli nga traktati i Varshavës, të pushtetit dhe të orientimit të jetës së këtij shteti. Ramiz Aliam ka thënë diçka tjetër për këtë, po tash duhet pastaj ta besojmë
apo jo është çështje tjetër. Ne sot mund të Ma ka thënë diskutojmë. privatisht. Nuk është një lloj për liritë. Jo, ma ka thënë Liria privatisht, qarkullimit, nuk private, gjithlindja ma ka qarkullonte. Jo, ashtu, jo. Gjithlindja. Brenda bllokut lindor kishte lëvizje. Kur? Unë kam botuar të gazeta Rilindja, kur ishte Ramadan Musliu i ndjerë. Edhe bëjmë një shkrim, aty s'kishin honorare, tha, po t'ishe, tha, në Prishtinë, tha, po t'ishte shkrimi më i mirë, ne shkruanim ese kulturore, atëherë tha t'jepi një bilet, tha, të shkojmë në Poloni, në Çeki, Në Prishtinë, Hungari. Jugosllavi, thuaj. Po pra, Është më vete Jugoslavia. Kjo ishte Po, të bëjë shkrimi më të mirë. Hungari, Për liri, Hungari, nuk lëvizin. Doni ku të donin. Të kontrolluara me vizë. profesor, Brenda me kampit, vizë, ne vetëm durrët shkonim, Kto ishin- profesor. Nëse ne duhet shkonim në vend tjetër, duhet merreshim mbledhjen me Tu lëvizte vetëm banka dhe Ministria e Jashtme. Jo, si po çlet kot tani. Po kështu ishte. Nuk shkojnë në vendet, nuk shkojnë dot në Valbon. Pushtetit Nuk në shkuar me të huaj, duhet merr leje. Po pse duhet? Ne merrje leje Po në pra, po dekë. kjo Në Konjeskol shkoje? Zonë Ky kufitare. lloj izolimi. me pasaportë. Pra ky lloj izolimi, çfarë shpjegimi ka? Unë shkoja do të Por e kështë tham, shënime. a tham regjim i diktaturës proletariatit. Dakor. Regjim diktature kishte edhe Ceausescu. Po, edhe rrethuar Kishte edhe Zhivkovin rrethuar me Sofia. vende me të cilat nuk kishin marrëdhënie më të mira, patjetër. A ka një shpjegim Ka shpjegim për faktin që ne rrethoheshim nga Po jo, Po ne na kanë ardhur për 15 vjet ne na kanë ardhur na hynin nga kufiri, ata që quheshin diversant, që stërviteshin. Stërviteshin veri, po, nga Mugosha stërviteshin. Desant. Nga i që e shanin balli kombëtar Ishin Mugosha general, Mugosha i stërviste në 50-ën edhe vinin. Jo të gjithë. Po e di unë, e di Ishin në unë. marrëveshje me Ata CIA. Maltës, të Mynihut, ata nuk i servis. Aty vinin, nga ne hynin. Jo, profesor, Nga Italia mos të vinin me abuzo. avion. Po, Kishin marrëveshje me CIA edhe me inteligencë servisi. Kush? Në marrëveshje, shteti Jugosllav. Në ato vite, dhe në 54. Ishte Amerikë. Mos ta kalon Po pra, tjetër. Ajo Në bashkëpunim. ishte britanisë, komplikuar. unë isha i Shqipërisë. Unë Deri në broj 48 Shqipërinë unë do të tani, bëja ishte ti në më thua me djemë një mirë, keq por gjëra po. s'kem rregull. Kishin marrëveshje. Por Pastaj u vëndim tek qi. Qafe ata Tani tani. mos fol me cinizëm. Se kishin Edhe italianëve kështu ka bërë. Edhe italianëve kështu ka Nga bërë. mitat frashë, jo. Po, as e ka Edhe takuar nga asnjëherë. Poler mos i hysh është temë shumë e Ja, që komplikuar. kjo shpreha mitat frashë jot, kjo tregon, Maringlen, që një debat historik mbetet akoma e vështirë për këtilla çështje. Pra momentin që ky thot e veri jot, ti thu mitati jot, tu bëhet këtë kur kjo ndodh me historianëve. E pa ne kemi avantazh që jemi më të Po, vjetë. Ai është i ri. E ne kemi kaluar të fazë. Ai është i ri dhe do ja falim. Jemi miq nuk mërzit. Megjithatë, ai gjitha ideja për shembull, ajo që tha ju profesor që Enveri është quajtur nga albanolog si Peter Bartle, po. si nacionalist i Nacional komunist është. Nacional komunist, shumë i maskuar. që e fshihte nacionalizmin e tij me një llak dhe e fshihte keq thot. Tani ishte nacionalist apo përdorte nacionalizmin për të ruajtur Ja pushtetin ka e qenë tij. nacionalist. Jo, ma jo, Vinte ta nga them unë. shkolla, ai vinte nga Nga shkolla. fundi. Vinte nga Ka shkolla. ekzekutu gjysmën e Ta them unë tani, nacionalistëve. ose kol, se gjithçka e bunde si pas interesit vetë, më fal. E nisin 44-ën si me Jugoslavët, pasaj me Sovjetikët, pasaj me Kinezët dhe kur doli vetë pasaj, sigurisht gjithçka me forcat tona dhe shkonte drejt një tonaliteti nacionalist. Kjo është e kuptueshme. Po që Stalinin nga që. Jo. Në fazën e fundit. Ata historianët e mëdhenj të huaj e fillojnë nacionalistë. Ai ishte kameleon, nuk mund të cilësohet të veri në një, se ishte aktor, ishte multifunksional. Ai Nuk mund të kërkoi thuhet të ndërtoi komplet narrativën e vetë Ishte të nacionalizmit. teatral. Gjithçka do Pra të ju thoni që e tentoi këtë. Po patjetër më që nga E ka data përdorur dhe kartat e çlirimit, mos nacionalizmit, hym. po jo se ishte E nisi me nacionalist. 28, tha më duhet data ime, bëri 29, mos hym sa gjithçka e bëri në funksion të projeksionit pushtetit vet ajo. Do më japësh 2 minuta? Ashtu si që vendosi që nga rilindja me herët, që kush duhet trajtohet, si duhet trajtohet, në çfarë çështje duhet trajtohet, që nga Haxhi Çamili që na u bë hero kombëtar, edhe që nga ajo muraljat e muzeu kombëtar atje që gjysma e historisë është nacional çrimtare dhe komunizmi, gjysmë tjetër është nga ilirët e poshtë. E kupton? Po, Atëherë, çështja e nacionalizmit ke Enverit. Kapim çështjen nyjen kryesore të nacionalizmit ka qenë çështja e Kosovës. po. Edhe çamërisë, po e Kosovës, gjithsesi. Çfarë qëndrimi ka mbajtur? Që në 5 është thënë, mbi bazën e asaj deklaratës që thash të Atlantikut, që popujt e Kosovës dhe çamërisë
në bazë të kontributit që do japin në luftën antifashiste për çlirimin e vendit, do të kërkojnë edhe të drejtën e vetëvendosjes. Kjo e thanë të mëdhenjtë Churchilli me Rooseveltin aty dhe u shfryrë, dhe kjo është tjerur gjithmonë, edhe mbledhjen e partive Po në Mukje, pse kundërshtoje? Mukja është hileja e madhe e mitat frashtë, që skidemi. Me që përmënde Parisin, e përmëndi në Paris Kosovën e përmëndi? Po e pas e njëse me Kosovën. Dhe konferenca Bujan, profesor që të dimoj. Po s'kam folur unë. Së folur për? Unë shofë minutajin. A ka një shkres që i shkruan Titos për Kosovën dhe kishte mik për 4 vjetë? Nuk ka një shkres. Atëre, një shkres. Vetëm mos thuaj për e merë, ishte grafoman dhe jo vetëm